Sot është 7 korriku. 89 vjet më parë, ushtria japoneze nisi një luftë agresioni kundër Kinës, gjë që nxiti edhe fillimin e rezistencës vendosur 8 vjeçare të popullit kinez. Gjatë kësaj periudhe, Japonia kreu edhe sundim të përgjakshëm në vende të tjera të Azisë Lindore dhe Jug Lindore. Në këtë kapitull ndër më të errëtit në historinë e njerëzimit, vdiqën më shumë se 35 milion ushtar e civil kinez. Vetëm në qytetin Nanking, ushtria japoneze masakroi 300.000 banor. 2 oficerë madje garuan se kush do të priste i pari kokën në 100. Ndërkohë, agresorët japonez masakruan 1 milion veta në gadishullin korean e 100.000 civil vetëm në qytetin Manila të Filipinëve. Krime lufte të panumërta u kryen gjithashtu në shumë vende të tjera, duke përfshirë Malajzinë, Singaporin, Tajlandën, Vietnamin dhe Myanmarin. Agresorët japonez morën 200.000 gra nga këto vende si sklave seksi. Ata krapitën drithërat, duke shkaktuar mbi 200.000 vdekje nga uria në Vietnam. Për të siguruar transportimin e furnizimeve ushtarake, Japonia rekrutoi me forcë miliona punëtor për të ndërtuar një hekurudh, prej të cilëve 150.000 humbën jetën për shkak të keqtrajtimit. Veprimet e tyre kalluan vijën në moralit njerëzor, një lloj si mizoritë e ushtrisë naziste gjermane. Vetëm në vitin 1945, pasi Shtetet e Bashkuara hodhën 2 bomba atomike, Japonia më në fund deklaroi kapitulimin pa kushte dhe drejtësia më në fund u vendos. Mirëpo, pavarësisht të vendimeve të qarta të gjykatës ndërkombëtare, qeveria japoneze ende refuzon të pranojë krimet e luftës dhe nuk ka kërkuar falje ndaj viktimave në vende të tjera. Kjo është në kontrast të plotë me Gjermaninë e pas luftës. Ndërsa ish kancelari gjerman Willy Brandt u gjunjëzua dhe vendosi lule në memorialin e Ketos së Varshavës, politikanët japonez pretenduan se masakrat e Nankingit ishte e fabrikuar. Ndërsa Gjermania kompensoi për disa dekada viktimat dhe miratoi ligje kundër mohimit të masakrave, në Tokyo autoritetet japoneze kanë rishikuar vazhdimisht të tekstet shkollore për të hequr gjurmët e kësaj historie agresioni. Ndërsa në vitin 2005, kreu i atëherëshëm i qeverisë gjermane tha se vendi i tij duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për krimet e nazizmit dhe të përpiqet që tragjedi të tilla të mos përsëriten më. Kryeministreja japoneze ende ofron pllatimin në tempullin Yasukuni, ku nderohen kriminalet e kategorisë së parë të luftës së dytë botërore. Jo vetëm kaq, por politikanët e djathtë japonez investojnë shumë në përhapjen e rrëfimeve të shtrembëruara historike te komuniteti ndërkombëtar. Tani, gjëja më alarmuese është përpjekja e tyre për të ndryshuar kushtetutën pacifiste, duke promovuar militarizmin e ri. Sot, 89 vjet më pas asaj dite të errët, nuk mund të lëmë pa pyetur. Kur do të bëjë Japonia një falje të sinqertë dhe ku do ta çojë në paqe në rajonit politikanë japonez të krahut të djathtë?